Banorët e Bak Sirriol në Velipoj kanë vijuar protestën e tyre, e cila tashmë është në ditën e 16, që nga ora 6 e mëngjesit ata kanë bllokuar kantierin e ndërtimit, duke kërkuar zgjidhje për shqetësimet e tyre. Situata ka nxitur ndërhyrjen e policisë, e cila ka shoqëruar mëngjesin e sotëm rreth 30 banor në komisariat. Kemi dalur gjithë populli i rrjollit aty në mëngjes herët, në orën 6:30, edhe për me ndaluar punimet. Faktikisht ne i kemi ndaluar punimet deka ora 9 diçka tillë, afërsisht. Pastaj kanë ardhur gjithë policia të Tiranës. Kanë bën aty shtetërrethim. Kena ne deri ora 9, në orën 9 ardhën do fugona për nga ona Levsh, nga Shkodra, e na mlellën, e na uturën me skafanda me tonë me ardhën ta ushtarët e serbit, po kop me Shqipërinë, mo, çfarë bëhet kështu? Sepse çdo ditë 30-40 vetë shoqërohen në komisariat dhe me një lloj mënyre katastrofike. Gra fëmijë nuk pyesin. Banorët kanë vjuar protestën e tyre pranë komisariatit të policisë Shkodër. Aq i kanë kop. Unë nuk e di se çfarë dën me mbrojt ky shtet. Pse nuk vjen pakten Edi Rama me na thon neve ju si banor do me ardh me u ekstradua në Kabul. Vinë na vrasin më mirë, atë na ka me marr tokën. Se dijon shumë persona. Unë e di se kanë kanë rreth 10 fugona policie që janë nis plot me njerëz. Ju lutna drejtësi për këtij shtetit. Na keni marrë gra, fëmijë, burra. Na keni dhunua gjithë si keni dashur ju me ne. Të lut na largoni, se do më thonë diçka po bëhet në kërdi e zezë prej rinis tonë. Ju lut na ikni prej nesh. Kena qef gjithë shapaqe, se na nuk e lëshojmë tokën, se toka është e shajt për i parve tonë. Banorët protestojnë prej ditësh kundër zaptimit të pronave të tyre nga ndërtuesi, duke bërë thirrje të vazhdueshme ndaj institucioneve të drejtësisë për ndërhyrje emergjente.